është zhvilluar në Vlorë këtë të premte ceremonia e faljes së ditës së shenjtë të Kurban Bajramit. Ceremonia ka filluar në orën 6:30 të mëngjesit, duke zgjatur për rreth 60 minuta. Me qindra besimtar kanë qenë të pranishëm në ambientet e Pallatit të Sportit Flamurtari, për shkak se xhamia e Plumbit e Vlorës është e mbyllur që pas përmbytjes së 4 tetorit. Ceremonia ka nisur me leximin e Kuranit, më pas me ligjërata dhe në orën 7 me faljen e ditës së shenjtë. E kur Ismaili alayhis salam filloi të ishte i dobishëm, besimtarët janë dorë, por pushohen nga tresat e së ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Kjo ceremoni është drejtuar nga muftiu i Vlorës, Ardi Dozhllaku, i cili në fjalën e tij ka uruar besimtarët musliman dhe jo vetëm kudo në botë. Dozhllaku thotë se këto festa duhet të na shërbejnë për të na bërë bashkë dhe mos të dashur njëri tjetrin vetëm në ditë të shënuara, por në çdo ditë të vitit. Këto vitit e fundit e presim me padurim sepse kemi filluar të takojmë njëri tjetrin vetëm për festa. Kemi filluar të kujtojmë fëmijët tanë vetëm për festa. Do kisha dashur prej Zotit të gjithësisë që këto festa të paktën të kishin një herë në muaj, që të bëjnë sebeb të takojmë njëri tjetrin. Vëllezër dhe motra, qëllimi i Kurbanit është të afrohemi me Zotin e gjithësisë. Por nëse ne nuk dimë të afrohemi me njëri tjetrin, nëse nuk dimë të kuptojmë njëri tjetrin, nuk kemi për të kuptuar Zotin tonë dhe nuk kemi për të afruar asnjëherë. Përpara besimtarve, urime për këtë ditë të shenjtë kanë dhënë dhe përfaqësues të tjerë të muftinisë së Vlorës, Miran Sheaj, si dhe imam Ajredin Dizdari. Në fjalën e tyre, ata transmetojnë mesazhe besimi tek besimtarët për të qenë më pranë njëri tjetrit, në ndihmë dhe solidaritet për nevojtarët, luten për një botë në paqe dhe harmoni. Me të vërtet falënderime të takojnë Allah, dhe të atë falenderojmë dhe të prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. I lutemi Allahut të mënderuar të na ruajë nga e keqja e vetëve tona dhe nga dëmi i punëve tona të këqija. Atë njeri të cilin Allahu i ka mënderuar mëson në rrugën e drejtë, nuk ka kushtam mbas. E atë njeri të cilin Allahu më humbet, nuk ka kushton zonë. Dëshmojnë dhe deklarojnë se nuk ka son tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është njeri dhe i dërguari i tij. Ruaju prej asaj do të thënë i Zotit juaj. A di çdo njeri të marrë të shkapuar, çdo vepër të shkapuar dhe as pak padrejtësi nuk bëhet. Ndërrohet besimtar, dhe vështirë vërtet është të garojë për punët e mira. Dhe të argojnë sa më shumë me gjnahe të cilat e celebrojnë Zotin tonë. Besuam në nga ta që kur dalë në botë politike me shpirtra të mirë, si që Allah në thotë Kur'an, ja e e nësër mutmainine. Kurban Bajrami është festa e cila simbolizon sakrificën, sinqeritetin dhe solidaritetin që duhet të kemi të gjithë mes njëri tjetrit. Kurbani nuk është thjesht një ditë ku vetëm theret mish, por kjo simbolik duhet të shërbejë për të treguar mbështetjen, dashurinë që kemi për nevojtarët, por edhe adhurimin ndaj Perëndisë.